vetë Roma, në atë kohë i thot Gjergj Kastriotit ja net titullin papa, titull që janë la vetëm Shen Luisi, Franz, dhe atëherë, edhe pas atyt janë la edhe Jan Sobieski të Polonis, atleta i Krishtit, që Gjergj Kastrioti ka luftua për tokën e vetë, ka luftua për fenë e vetë. Kur ka koha, ka luftua edhe kundrat krishterëve që të cilët janë ke miq me Turkun. Për shembull, Gjergj Kastrioti ka luftua kundra Venecijës, sepse në atë kohë Venecia kite bon aliat me Turkun. Që Gjergj Kastrioti heroi jo vetëm i një vendit lokal, është heroi i krejt Evropës, e unë kur kom studiua jetën e tina, unë jam bale ma krenar, që jam shqiptar, që jam biri i Gjergj Kastriotit. Këta që duhen me unë, për unë Gjergj Kastriotin, këta, thotë nënë eme, me pështy nalt, bje pështy man ftyrë. Këta hoxalar, që duhen me për unë Gjergj Kastriotin, aty nuk thet pështy man ftyrë, se tje ty me për unë herojnë matë malë që ka pa shqiptarizmi, por edhe një matë mle që ka pa Evropa.